ka pasur diskutime për hir së vërtetës Mario të shumta. Pra, madje u përfol edhe pra kemi një të hetuar që ishte Lajert Haxhiu që i shkoi e dashura në burg, nuk po e quaj nivel eskortimi, sepse paraqitet dhe fakte që ishin të dashur me njëri tjetrin. Kishim pastaj edhe një diskutim për një takim të bërë në burgun e Reçit, por që më pas të paktën nga informacionet dhe nga bisedat që unë kam pasur, rezultoi që të mos kishim të bënim me një takim intim, por të kishim të bënim me një takim të zakonshëm në dhomat e zakonshme të takimeve në ambientet e burgut të Reçit. Kjo nuk do të thotë që nuk ka pasur tentativa, por shkëmbime parash brenda në burg nuk ka. Pagesat mund të kryen jashtë, po brenda në burg nuk ka. Kjo është pak po e sigurt. Ose shiko, ka diçka tjetër, Mario. Unë nuk theksova që kjo ka ardhur si pasojë e krimit organizuar që i merr këto vajza. Pra, ose kanë pasur kontakte të më përparshme në momentin që kanë qenë jashtë, ose shpesh përdoren edhe si, le të themi, forma, pra ka një tentativë si forma dhuratash nga ata të cilët janë jashtë për ata të cilët janë brenda. Por asesi nuk do doja të mendoja këtu që, se për shembull për ata që janë të paraburgosur, nuk lejohen takimet speciale. Ndërsa për ata që kanë vendim të formës së prerë, lejohen takimet speciale, por ose me bashkëshorten, ose me bashkëjetuesen, por që duhen paraqitur prova të forta. Por historia ka treguar që kanë ndodhur, pra me rastin e Lajert Haxhiut tregoi që ndodh edhe në rastet kur nuk është bashkëjetuese, pra mund të falsifikohen dokumente, kështu që nuk përjashtohet si mundësi, vetëm e ritheksoj një gjë është e sigurt që pagesa nuk kryhet brenda në burg.